Personazhi i dashur nga publiku Matteo Borri shfaqi me një video mesazh për fansat e tij duke i falendëruar për çdo vlerësim dhe çdo fjalë të mirë për të. Ai shpreh që është mirënjohës për gjithë kohën që ai ishte brenda në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Kur dola jashtë e pas vlerësimin tuaj dhe dashuria e publikut është 100 herë më e madhe se 100.000 euro, ai premton se së shpejti do të jetë më i pranishëm në media apo evente të tjera mediatike. Përmes një postimi tjetër në Instagramin e tij, të cilin e fshiu vetëm pak minuta më vonë, Matteo akuzoi produksionin se fitoria e këtij edicioni ishte e paracaktuar. Sipas tij, votat e publikut kishin treguar një rezultat tjetër nga ai që u shpall në finale. Kur drejtësia në televizion bëhet sipas interesave dhe jo sipas meritës, atëherë çdo votë e publikut humbet vlerën. Publiku mbështet, voton, investon emocion, por në fund rezultati deli paracaktuar, shkroi Matteo në profilin e tij në Instagram. Megjithëse postimi u fshi më një herë, reagimi i tij u shpërnda me shpejtësi dhe bëri xhiro në rrjetit. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.